Profesor, urime përfituar një. Urime përfituar. Faleminderit. Ndeshja pjesën e parë, ku patëm mundësi të shënojmë, si nuk arrin të shënojmë punën e kundërshtar? Atëherë ju e pat vetë që në pjesën e parë ne kishim raste, por ekipi ishte pak në presion, nuk e di, po thuj ndeshjet qëllim transfer dhe më të qetë, por në pjesën e dytë ekipi reagoi shumë mirë, mbas shënimit të golit, që është shfrytzuar një gabim kundërshtarit, besoj që e morëm lojën në kontroll dhe krijuam edhe 2-3 raste të pastra shënimi me tabakun, nuk i finalizum. Megjithatë, më jepet rasti që të falenderoj gjithë çunat për shpirtin e garës, sepse kjo ishte një ndeshje finale për sa i përket vendit 5, sepse ishin pothuaj të dy pikë barabarta. Kemi edhe një finale tjetër me ekipin e Bazanjës që normalisht duhet vlerësuar maksimum, sepse Bazanja është një ekip që fushën e vet të krijon probleme. Të bin ky ekip në rast se ne fitojmë pasionin për ndeshjet e play-offit, edhe për të ndeshur me një ekip kategori sport? Unë radh parë du që të javi maksimumin me Bazanjën, të fitojmë atje dhe pastaj mund të kthej përgjigjen e kësaj pyetje.